I ndërtuar prej disa dekadash, programi në gjuhën shqipe pranë televizionit të Maqedonisë vazhdon të paraqitet përpara publikut me përgjegjësi maksimale. Që nga transmetimi i parë televiziv në gjuhën shqipe, duke mos paraqitur thjesht vetëm realitetin dhe refleksionet e publikut mbi të, por konstruksione që reflektojnë vendimet e faktorëve nga më të ndryshmit, ky program është përballur me sfida të mëdha. Sot, servisi i dytë programor i televizionit të Maqedonisë ka 16 orë programacion ditor në gjuhën shqipe, duke përmbushur misionin e tij parësor, informim, edukim dhe argëtim të shikuesve të tij. TVM2 ofron një spektër të gjerë programacioni i cili përfshin nevojat e të gjitha kategorive të shikuesve të medias publike. Programi informativ, ai arsimor, programi luajtur dhe dokumentar, programi kulturor zbavitës, si dhe servisi satelitori TVM2, i cili po shënon fillet e para si një projekt madhor kombëtar, plotësojnë spektrin e larmishëm të programacionit, duke përmbushur jo vetëm kërkesën e shikuesve tanë, por edhe standardet e kërkuara ndërkombëtare të medias publike. Televizioni i Maqedonisë nuk ka filluar me mua, nuk ka filluar me drejtorët aktual, nuk ka filluar me redaktorët aktual dhe nuk do të përfundon sigurisht me ne. Televizioni i Maqedonisë ka filluar me një zonjë, në atë kohë një vajzë të bukur, që për herë të parë në eterin mbar botror ka thënë mirëmbrëma, jeni me kronikën televizive në gjuhën shqipe. Ai ka qenë fillimi. Ne jemi thjesht pasardhësit e atyre. Më të mirë apo më të këqij i mbetet spektatorëve ta vlerësojnë. Megjithatë them që me ndryshimet teknologjike ndoshta edhe gazetarët bëhen më të mirë sepse kanë lehtësira të tjera. Ka qenë shumë e vështirë në atë kohë të bëhen një kronikë televizive. Shkaku i shumë kushteve, shkaku i sistemit, shkaku i teknologjisë që ka qenë ashtu si ka qenë, megjithatë ne jemi të parët, TVM2 si programin gjuhën shqipe më sakt, dhe ne do të vazhdojmë të jemi të parët pikrisht me këtë bum të ri televiziv, duke marrë përvojën e atyre që kaluan, duke marrë përvojën e të rinjve që kanë ardhur dhe duke marrë dhe përvojat e televizioneve tjera, sepse në fundit në televizion tashmë gjithçka është pikur, ne vetëm duhet ta kanalizojmë dhe të bëjmë atë që na pëlqen në më shumti. Fillojmë me lajmet që kemi studion më të bukur në Ballkan, më pëlqen ta them këtë se vërtet është ashtu, megjithatë na takon neve ta mbushim atë studio me përmbajtjet më cilësore në Ballkan dhe kjo është puna jonë dhe jo e spektatorit. Atyre ju mbetet vetëm të na shohin dhe të na besojnë, kjo është ajo që kërkojmë nga ta. Kemi bler paketën më të mirë të filmave në programin toksor, filma cilësor, përkthyer në mënyrën më të mirë të mundshme në gjuhën e pastër shqipe atë letraren. Kemi dokumentaristët më të mirë sepse tek ne ende vazhdon të funksionojë redaksia e dokumentare, gjë që televizionet komerciale për arsye të tyre nuk e kanë, dhe kemi dokumentare që prekin njerëzit tanë, që janë ata që na shohin dhe që janë parapaguesit e këtij televizioni. Kemi emisione shumë të bukura zbavitëse të reja që shpresojmë do të kapim edhe atë pjesën e rinis, pjesën e fëmijëve, që është shumë e rëndësishme për ne të edukojmë fëmijët ashtu siç duhet të edukohen fëmijët dhe jo me filma seriale që nuk kanë asgjë të përbashkët me edukatën tonë si kom shqiptar.
e ruajmë atë tradicionalen me fanatizëm shqiptare, mburem për këtë që të paktën këtë kohë e ruaj, e kanë ruajtur edhe të tjerët dhe shpresoj të ta ruajnë edhe kryeredaktorët e tjerë në të ardhmen. Ne do të provojmë t'u japim spektatorëve lajme të besueshme, emisione jashtëzakonisht shumë të mira dhe të prekim kudo ku ata janë, jo vetëm në Shkup, që është qendra jonë ku jemi, por në të gjitha qytetet që frymojnë shqip, ne t'japim një pjesë të tyre në këtë televizion që fundit nuk është i të punësuarve, por është i spektatorëve që na shohin. Po si arritëm deri këtu? Gjithçka filloi më 17 prill 1967. Atë botë erdhi përshëndetja e parë përmes ekranit dhe ishte pikërisht ajo përshëndetje që shënoi edhe fillimin e historisë që mban emrin Programi Shqip pranë televizionit të Maqedonisë. Ky emër mësoi hap pas hapi të bashkëudhtoi me ne për kohë. Në ditën kur startoi transmetimi, guri i parë i themelit ishte një kronik 20 minutëshe javore televizive, më pas i ushtua një dokumentar, e mëtej një emision për fëmijë dhe një emision zbavitës. Pra që vitet e para, ky ekran i magjishëm kishte nga një dhuratë për të gjithë brezat. Televizioni i madh, bashkëudhtari të mëdhenjve, ka ecur vazhdimisht krahas televizionit të vogël, ose miku të mirë të vegjelve. Brezat të tërë voglushësh u rritën me ekranin ton. Pjesë e fillimit të madh ishin gazetar, publicist, regjisor, tashmë emra të shquar, të cilët përmbushnin misionin fisnik të informacionit, edukimit dhe argëtimit. Në datën 67 fillum, edhe atë me një entuziasm të madh. Unë një ditë prej ditësh mora erdhën 3 vetë, edhe më thanë, kemi ardhë diçka të tregojmë. Jemi shumë të kënaqur prej teje, por ato lajmet në mëngjes 5 minuta, në drek 20 minuta, në mbrëmje 3 minuta para gjumit. Të jetë vazhdimisht. Atë thashun, ka mjete, duhet mjete. Hape gojen, do t'japim kret, ama bane. E unë qka bana, kisha synin filanit, falanit, edhe mlodha, u ban 20, u ban 25. Këto kur flas turkisht, macedonisht, sërbisht, vlaqe, edhe gjuhën dhe tjera. Shqipe pësepa. Unë formova një tub gazetarësh të cilat i aftësova me kurse me gjana 64 gazetarë. Kërkonja sa ma bukur të flasin gjuhën, kërkonja sa ma mirë të aftësohen, të përvetsojnë njerëzit që të besojnë. Emra, do të na thoni 2-3 emra, kush erdhi te mikrofoni i pari që rezatoj me mirëmëngjes, me mirëdita, me mirëmbrëma? Ishte Murat Isaku, i vetmi njeri me diplom të shkollës më të lartë. Mandej të tjerët fillon me mobilizu. E të gjithë betën të kënaqur, e të gjithë me një entuziazëm të papamun bisedojshin.
Unë 20 vjetë këndej si gazetar këtu. Her gazetar, her redaktor, redaktor gazetar, her gazetar I vjetër, nuk është ajo në rëndësi si çka këmë qenë. Ato ishin themi situatat politike që I diktoshin të isha ashtu, për mund ka qenë kryesori që unë të fshehem diku në skutën teme. Ajo ishte me rëndësi, unë biti gjitha këmë qenë letrar dhe jo gazetar. Atëherë ishte specifike sepse ishin edhe kushtet specifike. Kemi patur rast që të udhtojmë, nga se nuk ishte rjetë komunikacioni, të udhtojmë me kuaj orë të tëra për të arritur bifjara në ndonjë fshat të zëmë në Gurgunistë që gjendet në muaj të malit të thatë, ose në fshatin plaj të Prizrenit, ku kemi udhëtuar disa orë me kuaj në mënyrë që të regjistrojmë një familje për 105 antarësh. Mas sa kohë, më duket se mas 1 vjeti apo 2 vjetësh, nuk kujtojmë fort mirë, në Tetov filloi punën kursi pedagogjik. Përgatiste mësues e mësuese. Për mua ajo ishte një kohë e bukur. Një kohë kur me të vërtet ju jeni të ri, nuk ishte dallim feje e kombi. Një kohë kur femna filloi me bind veten, femna në përgjithësi, jo vetëm shqiptarja, filloi me bind veten se nuk është dorë e zgjatun, po është njeri me të gjitha e virtytet njerëzore, njeri me të gjitha të drejtat njerëzore, që do të thotë filloj me menu se duhet mua me u largu prej atyne 4 mureve të shtëpisë, të kopshtet e të oborrit. Gjithë një tentonim të perfekcionojmë format e prezentimit duke tentuar që të jemi sa ma aplikativ, sa ma afër dëgjuesit, edhe këtë e banim duke fu shpeshherë, jo shpeshherë, po permanent edhe aspektet të freskisë, për shembull duke shku të bëjmë informata sa ma cilësore. Për të arritur këtë, ne tentonim që të jemi në të gjitha ngjarjet ku ishin me interes, po ashtu edhe kishim e krijuam në një mënyrë në këtë kohë edhe një rrjet të korrespondentëve, jo vetëm këtu në Maqedoni ku jetojnë shqiptarët, por kishim edhe në Preshevë, edhe në Kosovë, edhe jashtë. Kam punuar të gjitha redaksitë e programit. Kusht I parë ishte që ne gjuhën të zotrojmë si duhet, për shkak se ne ishim lartë gjuhës të unifikuar Shqipe. Unë jam njeru I parë, I diferencuar dhe I përjashtuar nga lidhja komuniste e Jugosllavisë dhe Maqedonisë, për shkak të kaluarës time të vitit 1970-ës, do të qenë edhe në jetime për shkak të flamurit kombëtar, në rastin e ngritjes në 29 nëntor, që në atë kohë nuk ishte sjellur ligji për përdorimin e flamurit kombëtar. Shqiptarët, për ne shqiptarët, në mënyrë ilegale kemi përdorur çdo 28 nëntor ditën e flamurit. Ai periudhë ishte periudhë shumë e kontrolluar. Ishte njerëz që paguheshin edhe jashtë shtëpisë edhe brenda shtëpisë për të na përcjellur se si edhe çka edhe si flasin dhe çka flasin. Aty njëherë bëshin diferencojshin, ishte edhe përjashtime nga puna, pastaj reperkusionet, ishte edhe familja, por edhe shokët e mi, shokët tuaj e shokët e tjerëve ishin pasojë, kështu që ishin detyruar edhe të largohet njëri nga tjetri për shkak të etiketimeve edhe të shtrigave që vrapojshin edhe të njerëzve. Kemi një redaksi e vogël, përfshinte 5-6 gazetar. Edhe se cili fliste për themi temën e vetë, për preokupimet, ku ta di unë, e gjana tjera të jetës. Atëherë unë detyrosha të iki. E disha se në atë moment nuk kam punë aty të ri, edhe hysha në një redaksi përdhese, ishte me një çardak lartë. Në çardakun ishte I ulët ai, ishte I ulët një
themi 70 centimetër. Unë kurohesha aty. Kurosesha mirë, kishte një tavolin me pluhur plotë në fshinë atë, edhe humbesha aty. Unë kam punuar aty deri në mbrëmje. Dhe në këto kushte, në kushtet e televizionit, në kushtet e pranë maqinave të shkrimit, pranë shokëve të mi gazetarë të cilët i duhet dhe adhurojët edhe që më kanë mbet miq të dashur të shpirtit dhe të imagjinatës sime, unë kam shkruar romanin tim. Ati kam shkruar romanin tim këte Shtilla. Roman Shtilla i cili fitoi vendin e parë në konkursin e romaneve pranë Rilindjes. Kjo ishte një kënaqësi e madhe të punojsh me redaktor të tillë. Për redaktor të parë kishim Murat Isakun, ishte njëri i mrekullueshëm, ishte nuk silej si shef, por silej si prind. Se kur edhe diherë të lindi, kishe me fillu atë këte e kam lanë. Por ma nuk do të shkruja poezi, por do të shkruja pros. Roman. Do të shkruja për fatin e popullit tim të thjesht. Montazhi është një vepër atë që e punon piktori në lektër. Dhe regjizori e filmon, e fut në shiritin e filmit apo të elektronikës, atë e bën regjizori në shirit të kamerës, në shirit të filmit, dhe e sjell në njësinë e montazhit, ku do të kthehet në shtëpinë am, aty ku punon, në televizion, bëhet montazhi. Është përpjesëtimi i planeve që filmohen në teren. 5 plane me 1. Unë kam punuar dhe në film dhe në dramë kam punuar. Një regjizor i cili nuk e njeh montazhin, e ka vështirë të bëhet regjizor, ai mund të bëhet regjisor, po do të ketë zbrasiro, do të ketë defekte në punën e tij. Shpeshherë ke qenë edhe në rolin e kameramanit, njëkohësi që ke qenë në kohën e regjizorit. Kjo ndodhi në udhëtimet tuaja në Ukrainë, që ishit duket ishit mendin Berat. Duket ti e drejtove kamerën, ishte operator edhe në Zvicër apo në Gjermani? Në rastet atilla po nëpër Evropë. Reduktohet ekipi dhe futem në rolin, jam futur në Rumani, në atë rast, nëpër Evropë, në Gjermani, Belgjik, dhe seriali në Ukrainë dhe në Rusi. Vllazni dono me vizitue, vllazni dono me vizitue. Залахит се танте, будьте се танте залахитан, ти се русите, да не шефтон на се русят. Nuk du të vdes ti nuk. 110 do t'i bësh. Të vdes nuk du një daj bo. Сейчас уберем. Итка, то не дырка, я тут. Что мне жили? Все, букра играть.
të bukura keni këtu. Da, shumë të bukur. Plak të male. Një rend vale lozëm vale gaglishtinit, lozëm karshi, mato sjotë kolumbriut, matë honde së një dardë, mato faqe së një mollë. Materialet e bollshme arkivore, me të cilat televizioni i Maqedonisë programin në gjuhën shqipe është shumë i pasur, shtojnë edhe më shumë larmin dhe shuajnë kuriozitetet. Me hokradurit si flori në duar, pranvera në zërin tonë zjarë lure shnevi, shakatë që kemi bërë, vapina burë të Luletit do të bije, o të bije. Njeri o shok besnik, kushtanziu je
me lastik. Tani më shkove s'këndon dot, por zemra ime është bush me lot. Tani më shkove s'këndon dot, por zemra ime është bush me lot. Sot i pëllotur është Harabeli, ja kam pytur shokun s'ka një Zabeli, pa fije pa i njeri trum. Kohrat e ndryshme ofronin sigurisht sfida të ndryshme. Koha e re kërkonte standarde të reja, mendësi të reja, hapësira të reja. Vitet 80 dhe 90 solli një tjetër brez në mjediset e tani të TVM2. Godina e re e televizionit krijoi mundësi për standarde të tjera. Përmbysja e sistemit komunist i hapi rrugën pasqyrimit të vlerave kombëtare. U shtuan mundësit për xhirime në interier dhe eksterier, çka shtoi edhe orët e transmetimit, 9 orë në çdo ditë. Nuk mund t'i përmendim emrat e të gjithëve, janë shumë dhe secili prej tyre ka vendin e vet në këtë televizion. Kristalizimi i gjinive televizive solli me vete edhe kristalizimin e individualiteteve. Është vështirë njeriu të kujtohet në të gjitha, por fal punës që kemi bërë, fal mundimeve dhe sakrificave për të bënë një bazë të shëndosh të gjuhës e cila jo vetëm duhet të shkruhet njësoj, po edhe të flitet njësoj, do të them se e gjithë kjo ka qenë një përvojë e cila në vazhdimsi është zhvilluar, por bazamentin e ka pas në bashkëpunëtorët, në spikerët dhe në gazetarët e mëparshëm. Ne jemi vetëm vazhdimi i tyre. Në këtë rast, një falënderim të veçantë për krejt programit, për pastërtinë e gjuhës. Do ta them se në radio dhe në televizion kemi pas 2 shkrimtar të shquar, Abdulaziz Islamin dhe Murat Isakun, që të dy të ndjerë. Por kemi pas edhe 2 lektor të jashtëzakonshëm, Xhamaluddin Idrizi dhe Vajt Emini. Kemi pasur edhe një gazetare tjetër e cila ka luajtur edhe rolin e redaktores, edhe të spikerës, edhe të mbarshtrimit të lajmeve, të informatave dhe të raporteve të ndryshme. Kjo ka qenë zonja Paraskiva Maliska. Në vazhdën e përpjekjes së këtij grupi, unë kam bërë atë që kam mundur. Besoj se kam arritur në mos në drejt shkrim, atëherë kujdes të veçantë i kam kushtuar drejt shqiptimit. Logaja e tanishme e manifestimit të 101 vjetorit të Kongresit Manastirit, që thoshte shkruajmë njësoj, më duket se sot edhe gjithë ditën nuk është e mjaftueshme. Ne mund të shkruajmë të gjithë njësoj, por nuk mund të flasim të gjithë njësoj, ose nuk bëjmë përpjekje të duhura që të flasim të gjithë njësoj. Është e parësyeshme që sot e gjithë ditën, veçanërisht në Tetov ku funksionojnë 2 universitete, rrallë gjenë 2 intelektual rrugës të komunikojnë njëri me tjetrin në gjuhën letrare, por në gjuhët e të folmeve të vendit. Qishin vështirësit e asaj kohe, përveç gabimeve logjike të cilat normalisht përvidhen gjatë punës së daktilografimit, gjatë punës së përkthimit, neve na duhej një përpjekje jashtëzakonshme për të bërë një kamuflim të sintaksës së gjuhës shqipe, e cila ishte e mvarur dhe e ndërlidhur keqas me slavizmat. Për arsye se një numër i materialeve përktheheshin nga gjuha maqedone. Këtë punë, me ndihmën e lektorëve, unë mendoj se ja kemi arritur që të kemi edhe rezultate e suksese. Një shtrëngim i jashtëzakonshëm, një vëmendje e tepruar gjatë leximit, ku kohë pas kohe edhe djersohej spikeria apo spikeria që lexonte lajmet, ishte se përveç gjuhës, drejt shqiptimit edhe mirë leximit, ishte nevojshme të kesh kujdes jashtëzakonisht madh edhe në aspektin politik. Për arsye se njerëzit që merreshin atëherë gjoja me mbrojtjen e sistemit ishin futur thellë edhe në programet tona.
bënin përcjellje të jashtëzakonshme, por e mira dhe fatbarësia e gjithë kësaj ishte se ata me të vërtet ishin shumë të dobët edhe për detyrën që ja kishin bën vetes edhe që e kishin marrë prej dikujt tjetër. Kulminacioni i presioneve, megjithse kohë pas kohë ka pas edhe në aspektin e muzikës, siç ishte rasti i pastrimit gjoja të fonotekës nga disa këngë, të cilat preknin armikun që e trillonte atëherë qeveria e asaj kohe, udhëheqësit e asaj kohe, ishte problemi i slavizimit të toponimeve gjeografike. Në slavizimin e toponimeve gjeografike nuk ishte problem, vetëm thënia e Shkupit Skopje ose e Dibrës Debar, po problemet lindin atëherë kur duhej të themi në vend banorët e Skopjes, skopjanët, si ta thuash këtë? Pra së gjithashtë, ajo primarja është informimi i drejtë dhe objektiv. Respektimi i atij kodeksi, atyre normave të gazetarisë, të shkruar e të pashkruar. Qoftë edhe në ato vise, qoftë edhe në ato shtete ku madje edhe nuk ekziston ligji i veçantë për rregullimin e kësaj sfere radiodifuzive, respektivisht të mediumeve. Japonia është një vend ku takohen e kaluara dhe e ardhmja, por japonezët nuk do të ishin ato që janë, por të mos e ruanin dhe respektonin traditën e tyre, në cilën në rend të parë gjendet perandori. Ndonë se ai në jetën politike sot nuk paraqet ndonjë faktor me relevancë, por japonezët gjithmonë do të mbetet simboli i pushtetit, andaj edhe e quajnë sundimtar qiellor. Katedra e gjuhësisë shqipe pranë këtij universiteti organizoi për nder të albanologës së njohur Desniskaja me rastin e përvjetorit të vdekjes së saj, një tubim ku temë trajtimi ishte personaliteti i Sami Frashit në të gjitha aspektet. Pra Samiu si rilindas, si gjuhtar, si politikolog, si historian dhe si vizionar i Shqipërisë dje, sot dhe nesër. Për mua ishte gëzim, ishte një kënaqësi që me mikrofon të jem çdo javë në një mjedis të ri, në një fshat tjetër, dhe kështu kaluan shumë vite duke u lëvizur nëpër Maqedoni, nëpër të gjitha fshatrat, qofshin ato shqiptare, qofshin edhe fshatrat maqedonase, me popullat maqedonase kuptohet. Kam vizituar nga 1500 bashkësitë lokale që kishte Maqedonia asaj kohë, sot nuk e di sa i ka, po afër më shumë se 1200 i kam vizituar. Të shumtat nga disa herë në vitit, varësisht nga aktivitetet, nga aksionet që ato zhvillonin dhe nga punën që kryenin asaj kohë. Për mua ishte kënaqësi të bisedoja me fshatar, me njerëz të mjedisit ku ata jetonin, ku ata zhvillojnë aktivitetet e tyre, punën e tyre, qoftë punën e bujqësisë, qoftë edhe jetën e tyre që zhvillojnë në fshat. Emisionet kanë qenë të ndjekura, kuptohet, pasi kishte reagime të shpeshta, pozitive. Kishte kërkesa që her pas here t'i vizitoja. Për çdo aksion më informonin dhe ne shkonim atje, i vizitonim, bisedonim për çdo aksion. Kështu kaloi një periudhë e gjatë, po jo vetëm në emisionin e fshatit. Kam kryer edhe obligimet e tjera, kam udhëhequr edhe radioditarin, kam bërë edhe kontributet e tjera, kam ndjekë edhe aktivitetet dhe ngjarjet e tjera, atë që kërkon radio dhe televizioni, nuk kuptohet mjetet e informimit. Punës ja kam fillu mun 49-ën
në muin janar, në gjysmën e dytë të vjetit, në Katundin Borin. Për atë kohë këm pas të kryme vetëm 4 vjetë shkollë, serbisht. Këm qenë katunari thjesht, por entuziazmi ka qenë i madh. Me përpjekjet një të mëdha, jam i kënaqur me sukseset që ka ikme më rej. Se atë vjetë, të parin, kur këm hymë në 49-ën, pre gjysmës të dytë të vjetit, këm pas 90 zansa ke klasa e parë. Këm punu më edhe para dreke dhe mas dreke. Ke mu sa shmarë parasysh se roga sa o qarë. Nuk më ka interesu roga. E një fshat Oslome kishte një plak nga fshati Cërbic, që është Kadri Deharje në takoja. Unë i bi një hol ka falet, këptan? Se zdi një nërshit i bi. E a një ditë më pa, tha paja këtë gjaja ka të shof njësi. E gëzun t'i bje trash ka falet. Tha kështu i bjet ka falet. E pjesa e kuaj unë, ashtu pi meraku, vazhdova. Deri ka 15 vjetë, e në pas të zumë me Ahmet Spahin të shkunë për dartë më bashkë. Si fëmi, a ishte qiftelist, unë me ka falë. Edhe me fyllë, edhe kënonjim të dy. Kemi kënu jashtë zakonisht mirë. Është një specifik pak sa e veçantë në të gjitha trojet shqiptare, me vetë faktin dhe pozitën geografike që e ka Kërçova në këtë vend, po që se shofim pagës historikisht, Kërçova i takon me ndarjet e vjetra territoriale të trevave shqiptare, vilajetit Manastirit, ku përfshihet edhe një pjesë e madhe e popullsisë shqiptare të dialektit tosk, edhe të folklorit të këndimit tosk, do të thonë polifonisë së jugut, dhe populli që jeton në Kërçovë i takon pjesës së vilajetit të Kosovës, ku gërsheton edhe ku gjendet edhe kufiri i vilajetit Kosovës edhe i vilajetit të Manastirit. Mu për këta arsye, për këto rryma muzikore edhe për këto rrymet melosit të folklorit muzikor të Kërçovës, edhe të dy trevave edhe të vilajetit Kosovës edhe vilajetit Manastirit, dhe me thënë polifonisë jugut edhe këndimit veriut, nga vetë natyra dhe pozita që e ka këtu është kriju një lloj këndimi, unë do të kësha qujtë diafonik ose bifoni, si që quajnë disa profesorë të folklorit muzikor. Pra në moshën e tij të pjekurisë, programin e gjuhën shqipe pranë televizionit të Maqedonisë hodhi hapa të sigurta cilësie. Më të mirët, më ambiciozët, synuan drejt cikleve të emisioneve që kërkojnë më shumë kohë dhe ndikim të publiku. Ndjeshmëria ndaj programeve politike, artistike, sociale, por edhe ekonomike, ishte më e madhe. Në atë kohë përgatiten dhe u transmetuan një cikël emisionesh, ku gjithnjë ishin të pranishëm personalitetet të politikës, ekonomisë, artit dhe kulturës, sportit, formate që sjellnin në vëmendjen e teleshikuesit kronologjinë e ngjarjeve më të rëndësishme,
pra atyre që mbeten në kujtesën e publikut. Do të filloj nga kjo e fundit, këto 20 vite kanë shkuar shumë shpejt. Kjo, para se gjithash, është një rezultati të ndryshimeve të mëdha që po ndodhin në shoqërinë tonë. Tranzicioni ndoshta në disa sektore është i ngadalshëm, por këtu në televizion është i përçdoditshëm dhe kështu që pothuajse ndonjëherë dhe në biseda të lira me kolegat, kur veç e them që 20 vite me të vërtet si vite janë shumë, por si punë ka kaluar shumë shpejt. Tani më nuk është njëjtë sikur para shumë vitesh, kur për herë të parë kam ardhur në këtë program, me që atëherë kur unë erdha ishte vetëm kronika televizive e cila ishte prej 10 deri në 15 minuta dhe ekipi vogël që punonim atje kishim angazhime, por jo sa sot. Me kalimin e viteve, ajo kronik televizive, ajo redaksi e vogël kaloi në program, kaloi në redaksi të shumta, edhe kohëzgjatja filloi të zgjerohet, ne kaluam në një kanal të veçantë dhe sot pikërisht jemi një program i tërë, një kanal i tërë dhe faktikisht mund të lëvdohemi për një arritje, unë do të thoja të madhe, ndoshta për dikosh të vogël, sepse faktikisht ne tani e tutje do të kemi 2 programe paralel, ai toksor dhe programi satelitor. Jemi ballafaquar me shumë gjëra si çdo gazetar tjetër, si çdo shtëpi tjetër mediatike, por megjithatë kur njeriu e don punën, kur njeriu investon në punën e tij, në profesionin e tij, mendoj që i arrin edhe qëllimit. Isha shumë e re kur erdha këtu dhe gjeta një program, një kronik televizive, ishte programi krejt 1 orë dhe unë dhe kolegja ime që erdhëm si të parat ishte vetëm Suzana Kaba, ajo që prezenton të lajmet, por ne u kyçëm me njëherë në prezentimin, jo vetëm të prezentimin, po edhe në redaktorimin e lajmeve qendrore, ishte kronika televizive, pastaj në rritje si për u zhvillua programin në 3 orë, për pastaj që të arrim në 12 orë dhe tani në 16 orë program. Gjatë këtyre viteve, gjithmonë ne dhe kolegët e mi u rritëm në këtë redaksi, pastaj në këtë program, kemi kaluar patëm shumë sfida, qoftë teknike, qoftë programore. Mirë pa i adolëm që të jemi afër shikuesit, të ndërtojmë autoritetin tonë dhe të na e vlerësojnë vlerat që kemi si gazetar. Besoj se do vazhdojmë edhe në këtë drejtim. Këto vite kaluan sa qele mbyllësit, më ktheve shumë pas vita, po kur unë dhe ti së bashku erdhëm në këtë televizion, si gazetaret e para, që i bëm hapat e parë dhe trasuam rrugën për gazetaret tjera femra në këtë program në redaksi, atëherë dikur redaksi sot program. Kur erdha unë në televizion, gjeta programin shqip vetëm 1 orë, ishte kronika dhe një emision dokumentar apo muzikor që shkonte atko në kuadrat ati 1 orëshi. Me kalimin e kohës u rritëm dhe zhvilluam dhe arritëm këtu ku jemi sot në 16 orë program. Mirë po kulminacioni i gjithë kësaj është kjo fillimi me punë i programit satelitor, të cilin do të udhëheqish ti dhe besoj do të udhëheqish shumë me sukses, ashtu si që ke udhëheqë edhe emisionet dhe programet tjera. Ishte sfidë për mua të filloj të punoj si gazetare pikërisht në atë kohë kur femrat ishin në numër të vogël si gazetare dhe unë besoj se ja dola shumë mirë, te kalova të gjitha vështirësitë, të gjitha krizat, edhe si redaktore dhe prezantuese e lajmeve, si autore dhe drejtuese e programeve të ndryshme, filluar nga arsimi, kultura, shkenca, them dhe politika.
Tani këtu gjeta shumë gjëra ndryshe. Unë në fakt e kam parë këtë kanal televiziv në anën tjetër të liçenit ku kam jetuar, në Korçë, dhe e adhuronja në një farë mënyrë, e njënja njerëzit dhe më duke si e paritshme që unë një ditë të isha vetë këtu. Dhe kur ju kam parë juve, kur kam ardhur këtu, edhe pse ndoshta jeni pak më të reja se unë në moshë, uja kjo që e kam parë këtu, kjo që e kam parë atje. Ajo që vrejta unë këtu ishte përpjekja e madhe për të zhvilluar, për të përsosur gjuhën. Unë gjeta këtu gati një orë gjysmë program kur erdha, kurse tani neve jemi shumë orë program, jemi diku 15 orë plus po shkojmë në satelit. Kjo ishte e pa imagjinueshme dhe duket sikur nga dalë, por në të vërtet nga ajo që kam gjetur dhe nga kjo që është sot krahasuar me Shqipërinë, hapat janë shumë të mëdhenj, sepse aty ka qenë baza, këtu ka qenë baza shumë e dobët. Dhe kjo këtu ka ndodhur diçka shumë e madhe për mua. Mirdita pra juve me qaftë hodh. Edhe juve gjithë e kini vëgjutin si bol. Mirdita o pankera. Edhe juve mërë me men, s'po jenë zëndera. Mirdita ho gjallar e haqji. Vallohi edhe juve o dalaveregi. Mirdita grave me havale edhe pa havale. E në qatojnë e bilem gjithë se kanë asë një mare.
pranë të arsyeshme që fillon me përgatitjen edhe emisioni dokumentar. Gjatë konsultimeve, mra fati që unë të filloj të startoj në atë emision, ku unë me vërtet e gjeta vetën në atë emision dhe fillova, kisha interesim edhe unë konsultim me kolegët për temat të ndryshme të cilët deri më atë kohë nuk ishin as pak të prekura. Kështu që është fakt se historia e popullit, veçanërisht e shqiptarëve të Maqedonisë, sot të kësaj dite është pa shkruar dhe pa zbuluar. Mu më lindi ideja, më atë kohë ishin disa pleq të anës së Gosivarit, të cilët kishin përjetuar masakrat e vitit 1913 në komunën e Gosivarit, dhe në konsultim me kolegët edhe me përgjegjësin e programit, fillum të përgatisim ato tema si që ishte masakra e Gosivarit, veçanërisht të fshatit Qaf, Simnic, Reçan, Raven, Shumerat dhe Çegran, edhe fillun përgatitje e emisioneve dokumentare, filloi të ketë jehan edhe interesim, kështu që gjatë bisedave me kolegët e mi, cilët mipshin kuraje për përgatitjen edhe të temave të ndryshme, kështu që fillova unë të në komunën e Gosivarit, Kërçovës, Kumanovës, të ndryshoj disa raste, cilët për herë të parë ndigjoshin shqiptarët e Maqedonisë për, mendoj, brezi më i ri. Kështu që për fat ato unë i incizova, sot e kësaj dite i ruaj në shiritin e magnetofonit dhe i kam edhe disa emisione dhe lindi ideja edhe për kolegëve, por edhe interesimi im ishte që ato materiale të bën një libër dokumentar i cili u botu në vitin 1989. Me 29 prill të vitit 1967, për herë të parë, ne sa kemi djeni televizioni atëhershëm i Shkupit, i pari ndër etninë shqiptare, kudo që është rezatoi fotografin dhe zërin në gjuhën shqipe. Që datë e shënuar në radiodifuzionin shqiptar, atë votë filloi me një dinamikë rezatimi të përdyjashëm. Profilin e këtyre emisioneve përbënin zhanre të ndryshme të gazetarisë dhe tekst të reportazhet, të dokumentarit dhe të muzikës. Etja për këto emisione që emitoheshin si kronik televizive, për një kohë të shkurtër rezultoi që ky të bëhet i përjashëm e që më vonë kronika të filloi të emitohet 3 herë në javë. Krahas kësaj, nga fillimi i viteve 70-ta, u profilua emisioni së dielës me titull Spektri. Ky ishte buraleti i parë në mozaikun e emisioneve tematike të redaksisë. Synimi i redaksisë është që në ambientin e ri të informimit të jetë konform me parametrat dhe kodeksin gazetarisë, të informojnë në kohë, objektivisht duke ruajtur ekvivalencën informative, të kryej misionin e vet edukativ se dhe të ruaj fesarin kulturor, duke qenë mundësi çdo ditë e më shumë avancimit të saj dhe në këtë fazë parsisht të ruaj trashëgiminë shpirtërore dhe veçantitë e interesave gjithkombëtare. Po në fakt më kujtohen ditët në vitin 98, për herë të parë kam filluar edhe pse paraprakisht fillova si korrespondent, po ndryshe ishte nga jashtë ta shohësh programin dhe ndryshe ishte kur je pjesë e këtij programi, po unë vlerësoj se ky program ka meritat e veta të jashtëzakonshme në periudha të ndryshme dhe ky program është përballur shumë herë me presione dhe sakrificat që punësuarit këtu kanë arritur të i kalojnë me profesionalizmin e atyre të ofruar. Në tekst të veçantë do të isha ndalë për periudhën që kam qenë përgjegjës i këtij programi në vitin 2003 dhe ky program në atë kohë ka funksionuar si një redaksi në kuadër programit informativ, edhe pse paraprakisht disa herë ishte proklamuar se redaksia në gjuhën shqipe ka kaluar në program, por kjo në realitet s'kishte qenë vërtet dhe problemet kanë qenë se një njeri është dashur të mirët me gjithë programin, ndërkohë që programi u pat të arrit me minutazh diku 9 orë program dhe ishte e pamundur një njeri të arrijë të administrojë në mënyrë kualitative dhe profesionale. Prandaj edhe me ligjin e ri që u sjell në vitin 2004, në mos gabohem, u nda servisi i parë dhe servisi i dytë, ku shqiptarët filluan më ky program filloi të funksionojë tamam siç i takon një programi
televiziv, dhe u ndanë edhe redaksit dhe mendoj se filloj të funksionoj në mënyrë më të mirë, për shkak se secili mori kompetencat e një redaktori të redaksisë dhe secili angazhoi për punën e vet. Mënyra e menaxhimit nga kjo kohë mendoj se ndryshoi plotësisht, ishte më e lehtë të udhëhiqet programi dhe u bë pranimi një numri të madh të gazetarëve në program, domethënë u shtu edhe numri të punësuarve dhe mendoj se filloi të funksionojë në mënyrë profesionale ashtu siç edhe i takon këtij programi në kuadër të servisit publik. Mendoj se programi ynë ende le për të dëshiruar në drejtim të misionit dhe synimit që duhet ta ketë, po me kalimin e kohës mendoj se do të arrihet që ky program t'i përmbush nevojat e parapaguesve para së gjithash e në veçanti shikuesve shqiptar që nuk i kanë munguar dhe besoj që nuk do t'i mungojnë në të ardhmen. Në ligjin për radio televizion që atëherë është diskutuar puna e programit satelitor dhe është zvarrit, kisha me thonë se është zvarrit deri tani në fillimin e funksionimit të tij. Unë mendoj se kjo do ta plotësojë një boshllëk të programit tonë për shkak se tani më teknologjia ka bërë vetën dhe funksionimi i një mediumi në soza të një shteti me kufit e tij është një televizion lokal, do kisha thënë. Prandaj mendoj se ne do ta plotësojmë edhe një boshllëk me këtë dhe kjo është një arritur e jashtëzakonshme, kisha me thonë, për shkak se është ndryshe të funksionojë në program satelitor televizioni shqiptar, është ndryshe radio televizioni i Kosovës dhe është shumë më ndryshe dhe është shumë më specifike të funksionojë programi në rrjetin satelitor, ku dim se një numër i madh i bashkëdhëtarëve tanë që punojnë dhe jetojnë atje janë varë deri tani nga informacionet të pakta që i kanë ofruar televizionet tjera satelitore në gjuhën shqipe, ndërkohë që ne mendoj se bashkëdhëtarëve tanë t'i ofrojmë atë që ata duhen ta dojnë, duhen ta dinë për zhvillimet në vendlindjen e vet. Angazhimi im për emërimit si zëvendës drejtor nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në dhjetor të vitit 2004 dhe bashkëpunëtorëve të mi që i kishëm në atë kohë ishte në 3 drejtime. Ekipimi i programit me kuadro, zgjerimi i programit në hapësirë dhe në cilësi, si dhe përgatitja e ligjit për veprimtari radiodifuzive. Mendoj se kjo e para është realizu më shpejt, u bë zgjerimi i programit për më shumë se 3 orë. Mandej ekipimi me kuadro ishte për herë të parë në Radio-Televizionin e Maqedonisë, edhe pse kishte nisë një procedurë nga paraardhësim për pranimin e 70 kuadrove shqiptar që për herë të parë ndodh në historitë të Radio-Televizionit të Maqedonisë, dhe kjo e treta që është edhe më thelbësore është përgatitja e ligjit për veprimtari radiodifuzive. Me ligjin e ri ne shkuam në servis të dytë programor si servisi i parë, domethënë me ligjin me nenin 117 alinea 1, Radio-Televizioni i Maqedonisë në territorin e Republikës së Maqedonisë emiton 2 programe, një program ose një servis programor në gjuhën maqedone dhe një servis programor në gjuhën shqipe. Radio-Televizioni i Maqedonisë emiton edhe një program në satelit për popullatën që është më shumë se 20%, domethënë këtu nuk kuptohet për popullatën shqiptare. Mendoj se kjo është një arritur e madhe e asaj kohe, po është edhe një arritur e madhe kësaj kohe këtij menaxhmenti që ka arritur të realizon ose të realizon një obligim ose një detyrim ligjor. Ky udhëtim për gjithë ne ishte i palotshëm. Kënga jehonte deri në qiell. Kështu kalojmë 1800 kilometra për të arritur në qytetin e shtrirë buzëtetit të Zi, me gjatësinë e tij prej 70 kilometrash dhe gjerësinë e tij 25 kilometra, i cili ka dalje nëpërmjet detit në Rusi dhe Iran.
shtuar në strug që nga viti 1935-36 deri në dhjetor të vitit 1953. Një ndër njohësit mbase të vetëm, të sakt, të varrit të Kazim Bej Kemalit ishte i ndjeri Remzi Qoku, mësues shumë vjeçar dhe i merituar për zhvillimin e arsimit shqip në strug. Shpesher e gjenim duke shkletësuar ditarin që e kishte shkruajtur për aktivitetet e Ismail Qemalit, por që në vazhdim e shkruante edhe ditarin pas vdekjes së babait. Po ashtu ai dispononte edhe me dokumentacionin e veprimtarisë dhe aktivitetin e Ismail Qemalit për krijimin e shtetit shqiptar. Gazetarët dhe i gjithë stafi krijues pranë këtij programi dëshmuan përgjegjësitë të lartë profesionale ndaj së vërtetës historike dhe bilancin pozitiv në sfidën e guximit. 12 muaj të rrufeshëm, më tepër se gjysma e tyre të kaluara në angst, storje rënqesëse, lot, pasiguri. Aty këtu ndonjë buzëqeshje për marifetlëqjet e ndonjë koke të mykur politikani. Ky vit i zhvillimeve të mëdha sjell kokën vërdall dhe në përmbyllje të tij parashtrohet pyetja. Vallë e mundur që ky vit të jetë vit i kthes, viti i madh? S'do men se është. Gjatë 2001-shit shumë përpëlitje, betejat e luftës, mashtrime, ndërkëmbëza, her luft e her paq. Turma njerëzish të lënë në dorën e fatit, pa kulm në kokë, frikë. Njeriu i përjetoi të gjitha ndjenjat që njeh psikologjia njerëzore, viti i madh me të vërtet. Pasoi rritja e shpejtë e numrit të punonjësve. Dje me vajza pa përvojë në gazetari dhe regji televizive investuan pasion, ambicie dhe dëshirë për të krijuar, etje për të mësuar nga përvojat dhe përkushtim. Ky pasion është pjesë e përditshmërisë. Tani kur jemi më të numërt, kur po modernizohemi në aspektin teknik, kur rezatojmë me program 16 orësh, kur jemi edhe një dritare e hapur për diasporën tonë në sajt të programit tonë satelitor. Jemi në studion e re të lajmeve, falë kontributit të ekipit menaxhues të Radio Televizionit Maqedonisë. Kemi arritur deri këtu, do thotë kemi një shpërthim mediatik, ashtu të themi, me një televizion, servis publik i cili do t'i plotësoj të gjitha kushtet konform asaj që thuhet bashkohore për të gjithë qytetarët shqiptar, si këtu, ashtu edhe jashtë, do me thonë mërgatën shqiptare që është në Perëndim dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes programit satelitor, i cili do të transmetohet që në datën 1 tetor. Unë kur kam ardhur në punë, ka qenë viti 1996, do thotë i kam 16 vite përvoj pune këtu në Radio Televizionin e Maqedonisë, dhe që atëherë, kur kam ardhur në punë, programi filloi të transmetoj 3 orë program në fakt, dhe me një edicion lajmesh, ndërkohë që parë kronologjikisht për këto 16 vite, do thotë kemi arritur me kontributet, me forcat tona, edhe për kundër faktit se kemi patur shpesher ngritje dhe zbritje, kemi patur kriza si në aspektin teknik, ashtu edhe në aspektin kadrovik, do thot për gazetar, ne nuk kemi patur munges të shpresës se një ditë do të vi kjo ditë dhe do të jemi tipik servis publik i cili do t'i plotësoj të gjitha nevojat e qytetarve në Republikën e Maqedonisë dhe më gjerë. Dhe besoj dal nga dal ashtu si që ka mecur edhe unë në redaksie dhe redaksia ka avancuar dhe i ka bërë hapat e nga dalshëm por të sigurt. Do kësha thënë bumi i kësaj redaksie erdi me demokratizimin e shoqërisë, me rënjen e sistemit një mendor dhe me ardhin e proceseve demokratike në fillim të viteve 90-ta, ku edhe dal nga dal u bën hapat më të sigurt të redaksisë drejt përveç avancimit dhe shtimit të orëve të programit edhe të punësimeve të reja dhe këtu do kisha përkujtuar se para demokracisë hapat e parë në gazeteri i keni bërë ju, i ka bërë Nazmije Pacoli dhe shumë të tjerë të cilët kanë lënë, sa dhe kudo kanë lënë vrak, kanë lënë mbres, kanë lënë një vi në gazetari dhe kjo është për të përshëndetur. Dhe i ka mecur të gjitha kategoritë, duke filluar prej gazetarit fillestar, gazetar
shkallës së dytë, të tretë, kështu me radhë, kam ushtruar edhe detyra tjera në redaksi si redaktor të emisioneve në mënyrë të veçantë të emisioneve aktuale, që do kisha thënë se të atyre emisioneve të cilët kanë bartë barën më të rëndësishme dhe më të ndihshme në shoqërinë në tranzicion, pasi të merresh në tranzicion me gazetari dhe me politikë së bashku, pasi gazetari kur përcjell edhe zhvillimet politike është sfera më e ndihshme dhe kështu ka qenë. Por kemi patur edhe batica dhe zbatica, kemi patur edhe akuza dhe mirëpo kemi patur edhe përshëndetje për punën tonë, kemi patur edhe mirënjohje për angazhimin tonë dhe kështu mendojmë se kemi kryer me sukses. Dhe dal nga dal po e them se përveç angazhimit të drejt për drejt, nëse më lejohet, në radio televizionin e Maqedonisë kam bashkëpunuar edhe me shtëpi tjera informative, siç është BBC, dhe kjo më ka paraqitur edhe ka qenë edhe një sfidë tjetër, bashkëpunimi disa vjeçar, shumë vjeçar me BBC-n, për faktin se solla përvojën apo tentova që të sjell përvojën e BBC-s të fusë edhe në televizion. Sa arrita është çështje më vete. Dhe kjo tani është një sfidë tjetër për ty. Dhe programi ynë është 16 orë. Dhe tash është bumi mediatik që po bëhet këtë ditë? Është e vërtet. Kam patur fatin që në kohën time, derisa jam në këtë post, tash më vjen keq se kam lënë gazetarin, po ja që vjen koha, por në mënyrë të tërthort, apo në mënyrë të drejt për drejt përsëri jam i lidhur me gazetarin. Është fakt, është e vërtet se gjatë kësaj kohe sa jam këtu, ka patur ndryshime rrënjësore në radio televizionin e Maqedonisë, ka patur punësime, kanë ardhur kuadro të reja, kanë ardhur kuadro profesionale, të cilët dal nga dal po na lënë në hije neve gazetarëve më të moshuar dhe po zën postet përgjithëse dhe në mënyrë profesionale udhëheqin me programet në radio televizionin e Maqedonisë. Ajo që do kisha thënë me këtë rast, tashmë në servisin e dytë publik kemi mbi 16 orë program në gjuhën shqipe, me tendencë që së shpejti të bëhemi 24 orë program. Por ajo që do kisha dashur të theksoj me këtë rast është çështja se duke filluar nga 1 tetori, fillojmë edhe me një projekt madhor kombëtar me transmetimin e servisit të dytë në gjuhën shqipe edhe në satelit. Dhe sërish përballemi me një tjetër sfidë, të jemi më afër publikut ton shqiptar me petkun ton të ri dhe përmbajtjet e reja programore. Ky petk i ri i programit në gjuhën shqipe pranë televizionit të Maqedonisë, gjithsesi se do ta josh bashkëdhetarin ton që jeton në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Australi. Por bashkëudhtimi ynë nuk do të ndalet me kaq. Ekrani ynë i magjishëm do të vazhdojë të kënaqë nevojat e diasporës edhe me emisione vetanake të servisit satelitor, duke qenë më afër tyre me emisione të kontaktit, debate dhe reportazhe. Do të hapërojmë të sigurt drejt sfidës së radhës, duke rezatuar 24 orë program shqip në satelit. Si kur plasin